Përshëndetje miq të Baçja Magjike. Sot jam përsëri në Baçën time dhe do të flasim për një punë shumë të rëndësishme që duhet bërë në muajin gusht: ujitjen e pemëve fotore dhe përgatitjen e tokës rreth tyre. Në këtë periudhë, temperaturat janë të larta dhe pemët kanë nevojë për kujdes të veçantë. Por, nuk mjafton vetëm të hedhim ujë. Shumë rëndësi ka edhe mënyra si e përgatisim tokën, sepse toka është vendi ku jetojnë dhe ushqehen rrënjët. Shikoni këtë pemë. Para se të ujitim, unë e punoj rreth e rrotull, duke ndjekur hapësirën ku shtrihet kurora e pemës. Arsyeja është se shumë nga rrënjët aktive të pemës nuk janë vetëm pranë trungut, por shtrihen në këtë zonë. Një tokë e shkrifët dhe ajrosur e lejon ujin të depërtojë më mirë dhe ndihmon që lagështia të qëndrojë më gjatë në zonën e rrënjëve, ndërsa një tokë e fortë e ngjeshur nuk e thith ujin siç duhet. Shpesh uji mund të qëndrojë në sipërfaqe ose të largohet pa arritur aty ku pema ka më shumë nevojë. Dhe sidomos tani në gjithë këtë vap, toka ngjeshet shpejt. Por i gjatë punimit duhet të kemi kujdes. Rrënjët e reja dhe rrënjët e holla ushqyese ndodhen më afër sipërfaqes së tokës. Ato janë shumë të rëndësishme sepse marrin ujin dhe elementet ushqyes. Prandaj toka duhet punuar me kujdes, jo shumë thellë që ta ajrosim pa dëmtuar rrënjët. Pas punimit të tokës vjen ujitja. Uji duhet të shpërndahet rreth e rrotull pemës, jo vetëm te trungu. Pema ka nevojë që lagështia të arrijë në zonën ku ndodhen rrënjët që punojnë më shumë. Është më mirë një ujitje e thellë dhe e ngadalë sesa ujitje të shpeshta me pak ujë. Kur uji futet gradualisht në tokë, ai shkon më mirë te rrënjët dhe ndihmon pemën të përballojë temperaturat e larta. Koha më e mirë për ujitje është herët në mëngjes ose në orët e vona të magdites, kur dielli nuk është aq i fortë. Kështu zvallojmë humbjen e ujit nga avullimi. Një këshill tjetër e vlefshme është mbulimi i tokës rreth pemës me materiale organike, si gjethe të thata, kasht ose kompost. Kjo shtresë ndihmon që toka të mos thahet shpejt dhe ruan më gjatë lagështinë. Këto kujdesje janë të vlefshme për shumë pemë frutore: toj, moll, dar, kumbull, pjeshk dhe të tjera. Çdo pemë ka nevojat e veta, por parimi është i njëjtë: tokë e shëndetshme, rrënjë të mbrojtura dhe ujitje e bërë me mend. Pas ujitjes, një punë tjetër shumë e rëndësishme për pemët frutore është edhe mirëmbajtja e tokës rreth tyre. Kur toka mbetet e fortë dhe e ngjeshur pas shumë ujitjeve dhe vapës së verës, ajo humbet ajrosjen. Rrënjët nuk kanë vetëm nevojë për ujë, por edhe për ajër. Prandaj një punim i lehtë i sipërfaqes së tokës ndihmon që ajo të marrë frymë dhe të ruajë më mirë lagështinë. Por duhet të kemi kujdes si e punojmë tokën. Nuk duhet të futemi thellë, sepse rrënjët e holla ushqyese të pemës ndodhen afër sipërfaqes. Ato janë rrënjët që marrin ujin dhe elementet ushqyes nga toka. Një punim i kujdesshëm vetëm sa e ajros tokën dhe ndihmon pemën. Gjatë muajit gusht, pemët janë ende në aktivitet, edhe pse disa fruta kanë filluar të piqen ose janë korrur. Pema vazhdon të punojë për të forcuar veten dhe për të përgatitur sythat e sezonit të ardhshëm. Prandaj është rëndësishme të mos e lëmë tokën rreth pemës të varfër dhe të thatë. Pas ujitjes dhe punimit mund të shtojmë edhe lëndë organike si kompost i pjekur ose humus që përmirëson strukturën e tokës dhe ndihmon mikroorganizmat e dobishëm. Një tokë e pasur dhe e gjallë është baza e një peme të shëndetshme. Nuk mjafton vetëm të ushqejmë pemën nga sipër,
duhet të kujdesemi për vendin ku ajo jeton, pra për tokën. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, duhet të kontrollojmë pemët për shenja stresi nga vafa, gjefet e dëmtuara, lejtë të thara ose probleme të tjera. Një vëzhgim i shpeshtë na ndihmon të reagojmë në kohë. Një gabim që bëjnë shumë njerëz është se kujtohen për pemët vetëm kur vjen koha e frutave, kur një pemë e fortë dhe prodhuese kërkon kujdes gjatë gjithë vitit dhe kërkon ujitje të drejtë, tokë të punuar me kujdes, ushqim natyral dhe vëmendje të vazhdueshme. Një pemë e shëndetshme fillon nga rrënjët dhe rrënjët fillojnë nga toka që ne kujdesemi çdo ditë. Një kujdes tjetër për pemët në këtë periudhë është për të kujdesur edhe për dëmtuesit. Shumë pemë në këtë periudhë formohet krabardha e serës, e cila është një dëmtues që është shumë e vështirë të luftohet. Nëse dalloni krabardhë në pemët tuaja, bëni trajtim dhe trajtimin bëjeni natën. Pasi ditën, ajo largohet nga pema edhe nuk e trajtojmë dot dhe kthehet përsëri në pemë. Merrni preparatin e duhur dhe kryeni trajtimin natën. Natën ajo nuk largohet nga errësira dhe mund ta luftoni, por jo se zhduket plotësisht. Trajtimi duhet të bëhet her pas here, pasi ajo lë dhe vezët dhe vezët çelin. Nëse të pëlqeu kjo video, bëj like, ruaje dhe ndaje me miqt. Mos harro të shtypësh butonin zile për të mos humbur videot e radhës. Faleminderit që më ndiqni.